kur në fakt është koha ideale, ose unë edhe temen e emisionin e titullova kur mendja ka nevojë për ndihmë, qëllimisht, sepse maj nuk është një muaj dhe vazhdojmë të jemi mirë, pastaj ne mund të flasim në maj dhe në qershor të jemi shumë ma poshtë se në maj. Po kur në fakt duhet të adaloj një person në ndryshimin e parë të lehtë, ta themi fazën fillestare, që mos kemi nevojë për trajtim dhe shërim, por për në parandalim. Sa bukur kjo e mendjes. Kemi nevojë çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond që na jepet mundësia, neve duhet së pari ta vlerësojmë shumë aparatin e të menduarit, sepse është jashtëzakonisht i vlefshëm, është dhe në qoftë se nuk kujdesemi për të, atëherë do të kemi probleme të jashtëzakonshme. S'ka të bëjë vetëm me pjesën e shëndetit mendor, ka të bëjë me problematikat neurodegenerative që janë smundjet më potente të momentit worldwide në gjithë botën. Nuk vije rastësisht një demencë, nuk vije rastësisht një sklerozë, nuk vije rastësisht një problem në sistemin ekzekutiv funksional të menduarit. Këto të gjitha janë pasojë e distreseve të ndryshme, pasojë që neve nuk e marrim si të garantuar mendjen tonë, mirë po ajo është gjëja e parë në të cilën duhet me intervenu. Ndoshta para se me u zgju edhe me i bë ritualet e mëngjesit, sportin e mëngjesit, na kemi nevojë për një 3 deri në 5 minutë të meditimit, të relaksit. Nuk po them që meditimi nuk është shkencë në vete, nuk kemi nevojë për gjëra të tilla. Kemi nevojë, kur po them meditim, po du më u kuptu drejt. Nuk është vetëm kjo pjesa që arritje sepse meditimi është kur ti arrin që me vedije të plot të shmangësh mendimet të cilat të dëvijnë dhe të drejtosh mendimet dika tjetër. Nuk e kërkoj këtë gjë, nuk mund ta bëjnë gjithë njerëzit. Unë kërkoj që mos të fillohet dita me telefon celular. Unë kërkoj që mos të bëhet zgjimi, për shembull, i momentit nga alarmi. Leni 2 minuta para pjesës që duhet të dilni nga shtrati, reflektoni për momentin, reflektoni për veten, ndjeni trupin tuaj, peshën e tij në vendin ku jeni shtrirë, përqafoni personin që e keni afër, fatlum janë ata që zgjohen me njerëz të dashur afër vetes, bëjeni zgjimin ritual, është shumë e rëndësishme me u zgju nga drita natyrale, jo nga këto dritat artificiale. Largoni device-et edhe celularet prej dhomës së gjumit, sepse një gjumë me kualitet dhe një zgjim me kualitet e ruajnë këtë mendjen tonë. Pastaj zgjedhni prioritetet e juaja. Ju çdo gjë që vjen gjatë ditës duhet t'ju marrë dhe t'ju përfshi, qoftë situatë traumatike, qoftë situatë politike, qoftë situatë e punës, qoftë situatë familjare. Edhe ndërtoni kufi të qartë personal. Jenë parakushti i parë dhe i vetëm për me ruajt mendjen tonë. Të shpresojmë, nështë kështu t'ingllojnë shumë të pamundura, se disa mund të t'ingllojnë luks. Për shembull, dikush mund të thotë, s'kam kohën 3 minuta me medituar mëngjes, dikush tjetër mund të thotë, nuk kam kohën ato, po prapë se prapë le të provojmë me i dhuru vetes. Po nëse s'kan kohë 3 minuta ta bëjnë 2, nëse s'kan kohë 2 minuta ta bëjnë 1,5. Nuk është të thënë 3, me patjetër të fillojmë me 1,5 e pastaj e rrisin, kur e shohin dobinë e rrisin në 5, në 10 e tjera. Ose unë që praktikoj vetë, shpesh pauzat e punës dali bëj vetë. Dhe me thënë e marrë telefonin, laptopin, edhe nëse kam e kry në i punë, po nuk foli me kërgan. Ajo më ndihmon shumë. Nuk e dia konsiderohet pjesë e vetë terapisë. Do t'ishte edhe më e mirë që mos ta marrësh asnjërin as tjetrën. Dhe të bësh një ecje për shembull, ose të bësh një ritual që është një ushqim i preferuar, një pije e preferuar, po të jetë unë dhe vetja ime. Po, unë besoj që secili duhet me gjetë çka i ndihmon. Unë e kam gjetë këta, dalë me bë pauzën vetë, dhe më ndihmon shumë me qetësu veten prej ndonjë akumulimi ose stresit ditor.